Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për konfliktin Rusi-Ukrainë, zhvillimet e fundit nga SBA-ja, rolin e Kinës, por edhe atë që po mundohet të bëjë Europa duke shpikur veten. Për gjitha këto çështje do të flasim, do t'i trajtojmë me zotin Redion Luli, ekspertit të drejtës ndërkombëtare, njohës mjaft i mirë i zhvillimeve në Ukrainë, në Rusi dhe jo vetëm, jo për shkak të studimeve, por edhe projekteve të ndryshme, por mbi gjitha edhe pedagog në Universitetin Mesdhetar, me një CV mjaft i gjatë, por po mundohem të përqendrohem tek ky prezantim i shkurtër. Zoti Luli, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje, kënaqësi dhe ju falenderoj për ftesën. Ju për kohën. Zoti Luli, a do bëhet Putini edhe një herë pra mbledhësi i tokave të Rusisë, a do t'i mbledhë një herë ajo që u shpërbën në 90-ën? Atëherë, ka shumë ekspertë të drejtës ndërkombëtare, pak ndër ato perëndimorët kryesisht, që flasin shpesh ose cilësojnë si carin e ri të Rusisë, si atë që ka le të themi pretendime ekspansioniste për të krijuar atë që quhet Rusi e Madhe, ose rikthimin në kufijtë e perandorisë ruse kështu me radhë, ose qoftë edhe në kufijtë e Bashkimit Sovjetik. Po të referohemi zhvillimeve më të fundit, duke filluar nga 2008, mund të themi se disa mbledhje le të themi të këtyre tokave që kanë qenë pjesë e Bashkimit Sovjetik, duke marrë parasysh se juridikisht Rusia vitin 91 kur u shpërbos zyrtarisht Bashkimi Sovjetik, u bë edhe pasuese ose sukseduese le të themi e Bashkimit Sovjetik. Le të themi që duke filluar nga 2008 me atë luftën 5 ditore, që në gjuhën ruse mban emërtimin Pятидневная vajna, pra lufta 5 ditore, e cila i pati fillesat e veta në 2008 gjatë kohës që zhvilloheshin lojrat olimpike në Pekin, në të njëjtën kohë që Kosova mori pavarësinë, atëherë ishte Federata Ruse që ndërhyri le të themi ushtarakisht për të mbrojtur, siç e cilëson ajo sipas mbas kushtetutës, të drejtat të etnive ruse, po që jetonin në territorin e sotëm të Abhazisë dhe të Osetisë së Jugut, që Europa ose një pjesë e madhe dërmuese le të themi e shteteve anëtare të OKB-s nuk i njohin, por i njohur Rusia në mënyrë le të themi deklarative, në mënyrë të njëanshme, dhe pjesa më e madhe dërmuese le të themi e popullatës këtyre dy shteteve të reja, që thash bota perëndimore nuk i njeh, por Rusia nën pretendimin se po mbronte drejtat e etniciteteve ose të pakicave ruse kombëtare dhe jo vetëm atje, i erdhi në ndihmë në kuadër të një marrëveshje juridike këtyre dy shteteve që u vetë shpallën le të themi të pavarura nga Gjeorgjia, madje Rusia hyri më tej për tej territorit këtyre dy republikave të vetë shpallura, arriti deri në qytetin Gori, që njihet dhe si vendlindja le të themi e Stalinit, edhe pastaj u desh ndërhyrja e Nicolas Sarkozy vitin 2008, që Franca mbante dhe presidencën e Bashkimit Evropian, që ofroi ato shërbimet e mira le të themi në diplomaci ose shërbimet të ndërmjetësimit, dhe u tërhoq le të themi, por u tërhoq duke ndoshta jo marrë territori juridikisht, sepse ato republika sot njihen nga Rusia dhe nuk di të ketë ndoshta vende përveç Nikaragvës ose disa vende që nuk është se kanë një peshë shumë të madhe në rajon ndërkombëtare, i njohin ata. Pra, në kuadër të kësaj luftës 5 ditore që mbante emërtimin operacion special ushtarak, pra e njëjta gjë që ndodh sot në Ukrainë, pra siç e cilëson juridikisht Federata Ruse, pra nuk është rasti i parë që përdoret ky term. Ky term është përdorur në 2008 nga Federata Ruse. Tani shikojmë ndodh e njëjta gjë le të themi në Ukrainë, duke filluar nga 24 shkurti i vitit 2022. Pra nën pretekstin që mbrohen etnit rusa ose ato pakica le të themi kombëtare që nuk mund quhen pakica kombëtare në Ukrainë sepse janë shtetas të Ukrainës, por kanë etni le të themi ruse në kuadër të parashikimeve kushtetuese që ka Federata Ruse, le të themi duke i ardhur ndihmë ose duke njohur në mënyrë të njëanshme pra Republikën e Donetskut dhe të Luganskut, nënshkruan me ta një marrëveshje ndërkombëtare, dhe në kuadër të kësaj marrëveshjes ndërkombëtare, kur le të themi në thonjza thirrët në ndihmë le të themi në kuadër të kësaj marrëveshje, në 24 shkurt 2022 ndërhyn le të themi ushtarakisht për të mbrojtur pra popullatën ruse që ndodhen në këto dy republika të vetë shpallura, po që sigurisht nuk njihen nga Ukraina, dhe rreth 2 vite më vonë, le të themi, pra gjatë vitit dytë të këtij konflikti të armatosur në Ukrainë,
zyrtarisht i bën pjesë, le të themi, të subjekteve të Federatës Ruse, i bën pjesë të territorit zyrtar të Federatës Ruse. Vetëm akoma nuk e ka përfunduar këtë misionin e mbledhjes, le të themi, të këtyre tokave që i ka bërë zyrtarisht pjesë të Federatës Ruse, pasi ju e dini shumë mirë që mbetet jashtë, le të themi, një pjesë e Zaporozhës, vetë qyteti i Hersonit, pra flitet nga shumë ekspert që është marrë, por po të shikoni hartën, le të themi, e luftimeve aktuale, qyteti i Hersonit është ende i paprekur, le të themi, nga kombësoria ruse dhe po bëhet rezistencë fort nga ana e ushtrisë ukrainase. Pra, deri diku mund t'ju jap drejt në atë pyetjen që thatë ju që mund përngjasoj me një të mbledhës të atyre tokave ruse. Megjithatë keni parasysh diçka që edhe lufta në Ukrainë po i kushton shumë ekonomikisht Rusisë, kështu që unë nuk jam besues i asaj që Rusia le të themi mund të realizojë të gjitha synimet e saj ekspansioniste, sepse u pa qartazi që me luftën në Ukrainë llogarit nuk ishin bërë mirë, mendoja që do të priteshin le të themi me lule kështu me radhë, pas një krize që ndodhi në 2014, duke marrë parasysh faktin që një pjesë e mirë atyre territorëve ku zhvillohen luftime sot janë me etni ruse, por ja që ndodhi që edhe ata me etnicitet rus ju kundërvuan ushtrisë, le të themi, të Federatës Ruse dhe po luftojnë për mbrojtjen e territorëve të tyre. Kështu që madje ekonomikisht mund të them që Rusia është e pafuqishme aktualisht që të zhvillojë fushata të tjera ekspansioniste. Kështu që nuk do ta quaj, le të themi, një mbledhës të tokave ruse, sepse mbeten jashtë shumë toka që le të themi ose territori që më përpara i përkisin perandorisë ruse. Zoti Luli, duke qenë se një pjesë e ekspertëve, njohës të diplomacisë flasin nga ajo që lexojnë dhe dëgjojnë, kurse ju, ndryshe nga kjo kategori, keni shkelur si Ukrainën dhe Rusinë. Pra e njihni duke e prekur territorin, kulturën dhe gjithçka tjetër. Pse tani nuk kemi armpushim dhe si të shkoj fati? Pra kush po e mban peng arpushimi tani? Pse? Edhe si të shkoj në vazhdim, pra çfarë do presim në vazhdim? Atëherë, me gjithë përpjekjet që po bën administrata e Trumpit tani, që unë i quaj përpjekje, le të themi, për të përshëndetur, sepse janë vetëm mbështetës i zgjidhjes me mjete paqësore të konflikteve të armatosura, edhe duke marrë parasysh pozitën jo të vështirë, më falni, të Zelenskit tani, duke qenë se është i detyruar të mbrojë interesat e Ukrainës dhe me drejt ka kërkuar që në kuadër të këtyre bisedimeve dypalqe që janë zhvilluar në mes palës amerikane dhe asaj ukrainase dhe njëkohësisht mes palës amerikane dhe asaj ruse në Riyadh të Arabisë Saudite, ka kërkuar garanci të cilat nga ana e palës amerikane nuk po i merr ende. Pra pala ruse deri tani nuk është se ka pranuar, le të themi, disa propozime që janë bërë disa herë dhe me drejt ndoshta nga pala Ukrainës, si që kërkon garanci konkrete, pra kërkon, le të themi, prezencën e një kordoni të forcave të armatosura të vendeve anëtare të NATO-s. Rusia nuk e pranoi një propozim, le të themi, të tillë. Madje deri tani të gjithë propozimet që janë bërë nga pala ukrainase, që janë përcjellë nëpërmjet palës ndërmjetëse që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Federata Ruse, le të themi, ka dhënë përgjigje negative. Pra duket sikur kërkon një dorëzim të palës ukrainase dhe është, le të themi, fokusuar tek arritja e qëllimit që ka shpallur që në fillimit të këtij operacioni special ushtarak, pra për denazifikimin e Ukrainës. Gjë që s'ka ndodhur deri tani dhe madje një prej penguesve, them unë, edhe në kuadër të kësaj marrëveshjes që po përflitet shumë kohët e fundit, pra të një armpushimi 30 ditor, po ta shikoni gjatë bisedimeve që janë zhvilluar midis të dy presidentëve, të dy shteteve, pra zoti Trump dhe presidentit Federatës Ruse Vladimir Putin, është bërë e qartë nga pala ruse që Rusisë nuk i intereson, le të themi, të ndalë veprimet luftarake. Pse? Ju a përmenda pak më lart që ka bërë një premtim për të gjitha ato popullata me etni ruse të cilat kanë votuar, le të themi, sigurisht duke shkelur drejtën ndërkombëtare, por nuk po ndalim te kjo tani, për t'ju bashkuar territorialisht Federatës Ruse. Pra bëhet fjalë për këto 4 subjekte, të cilat janë përfshirë zyrtarisht në hartën territoriale të Federatës Ruse në mënyrë të njëanshme, ndërkohë që realisht në terren mungon një pjesë dërmuese e gjithë e territorit të 4 këtyre subjekteve. Pra,
Putin është në shumë në vështirësi përpara le të themi këtij elektorati, ose kësaj pjese të popullatës që jeton në këto 4 subjekte, të cilat le të themi i përkasin Ukrainës dhe faktorin ndërkombëtar i njeh ende si të tilla, pas shka se rikthimi këtyre territorëve që janë marrë tani është çështje le të themi e padiskutueshme më, është e qartë për Zelensin që nuk do të kthehen, por unë mendoj që Federata Ruse në interesin e saj dhe të arritjes qëllimeve të tyre është që sigurisht ulen tryezën e bisedimeve, kërkojnë një armëpushim le të themi që do të sjellë një paqe definitive, por me kushtet që do të përcaktojë Rusia, pa dhënë garanci konkrete. Për shembull që i kërkon Ukraina në lidhje me faktin që mund të ndodhë e njëjta gjë, nëse ndodh një marrëveshje armëpushimi dhe nëse pala ruse nuk pranon një kordon të forcave le të themi të përfaqësuese të vendeve të NATO-s, ndoshta mund pranoj një kordon në kufirin midis Ukrainës dhe Rusisë të forcave paqëruese të OKB-s. Për Ukrainën kjo është e pamjaftueshme, sepse në vitin 2014 le të themi ndodhi aneksimi i Krimes. Dhe më pas, në vitin 2022, Rusia po merr territore të tjera të Ukrainës dhe Ukraina kërkon një garanci, le të themi nga faktori ndërkombëtar, a mund le të themi të ndodhë sërish në të ardhmen që të rihapet në thonjza oreksi Federatës Ruse për të marrë territore të tjera nën pretekstin se po shkelin drejtat e pakicave le të themi kombëtare ruse që jetojnë në këto territore kufitare, le të themi që do mbeten pjesë e shtetit të Ukrainës përveç këtyre 4 subjekteve. Pra, penguese kryesore, them unë kryesisht është Rusia, sepse nuk i intereson Rusisë që le të themi tani të mbyllen veprimet ushtarake, sepse nuk ka arritur qëllimin e saj, ka humbur shumë njerëz, ka psuar dëme të mëdha ekonomike, kolosale ekonomike dhe Putin ka le të themi qëllimin kryesor që ta justifikojë këtë përpara elektoratit vendas duke dëshmuar që unë e arrita qëllimin tim, pra Ukraina u dorëzua pa kushte, pranon kushtet tona, ndërkohë që nga pala ruse nuk pranohet asnjë pretendim i palës ukrainese, do ta vazhdoj luftën derisa të zmbraps totalisht nga territori i rrethit të Kurskut ose Kurska e Oblast si quhet, ndryshe të gjithë le të themi ata që i cilëson si pushtues Ukrainas, në mënyrë që kur tulet në tryezën e bisedimit për një le të themi marrëveshje definitive të paqes, që sinqerisht për mendimin tim do të jetë ende larg, pra nuk ma do mendja të ketë gjatë sa që brenda një periudhe 30 ditore pas kësaj periudhe të arrihet ajo marrëveshje definitive, sepse thash Federatës Ruse nuk i intereson që ta ndalojë veprimet ushtarake pa marrë të gjithë kufijtë e plotë të këtyre 4 subjekteve dhe duke marrë parasysh që veprimet luftarake kanë zgjatur për muaj të tërë për të marrë territore që mund të jenë le të themi të ngjashme me Vorën këtu, jo shumë larg Tiranës, le të themi Suxha, po të merrni Suxhën, ka një territor të ngjashëm me Vorën, që është brenda le të themi rrethit të Tiranës. Pra një fuqi që cilësohet si e dyta më e fuqishme në botë, ka hasur goxha vështirësi në avancimin e saj me forcat e komsorisë. Kështu që nëse do të dojë Rusia të arrijë këtë objektiv, do t'i duhet kohë, pra do t'i duhet kohë dhe 30 ditë, pra një armëpushim i përkohshëm për të ulur në tryezë për të diskutuar kushtet e mëtejshme, Rusisë mund t'i interesojë, ka rënë dakord sigurisht në parim me një marrëveshje të tillë, por gjatë kësaj kohe do të vazhdojnë këto aktet luftarake. Pra, çfarë armëpushimi do të kemi ne, pra me kushte, ndërkohë që Federata Ruse kërkon mos përgatitjen më ushtarake të palës ukrainase, mos mbështetjen më me armatime nga Europa, nga Bashkimi Evropian ose qoftë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shkëputjen e marrëdhënieve midis shërbimeve sekrete perëndimore dhe shërbimit sekret të Ukrainës për shkërbimin në kohë reale të detimit të informacionit që mund ta ndihmojë ushtrinë ukrainase për të mbrojtur nga ushtria ruse, ndërkohë nga ana tjetër nuk ofron asnjë lloj garancie të ndërsjell. Pra Rusia pretendon, por nuk ofron garanci për Ukrainën. Dhe Zelenski me drejt, le të themi në atë reagim që e pam të gjithë, le të themi, përballë presidentit Trump, për herë të parë mu duk që
realisht po mbronte interesat e popullit të tij dhe me të drejtë. Zoti Lulje, dy pyetje të fundit kam. Së pari, lufta e tarifave tregtare, aq më tepër Kinës, ai hap dyert në Europë tani? Së pari dhe së dyti rolin e Turqisë në Ballkan. Atëherë, po të referohemi një thënie të Tukididit, që ka qenë një historian i vjetër i lashtë i Greqisë lashtë, ne kemi një punim, le të themi, të tij, që është lufta e Peloponezit, dhe në këtë punim që na ka ardhur nga Greqia e lashtë i plot edhe në ditët e sotme, ka një thënie ku thuhet në momentin që në horizont shfaqet ose po shfaqet një fuqi e re që do të përpiqet të zërë vendin dominues, një superfuqi të afirmuar tani siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe kjo fuqi që po lind, le të themi, në horizont është padyshim Kina. Presupozohet sipas teorisë së Tukididit, në të ardhmen do të kemi një përplasje midis pikërisht këtyre dy superfuqive. Pra, tarifat janë dyfishuar nga koha e Bidenit me ardhjen në pushtet të Trumpit me 20%, pra plus 10%. Në kohën e Bidenit u vendosën disa tarifa për gjithë marrëdhëniet që vijnë nga Kina, dhe Kina u kundërpërgjigj në të njëjtën mënyrë, por për hir të vërtetës jo me 20%, po me një 15%. Përballja kryesore në të ardhmen qoftë në planin ekonomik, nuk po them planin ushtarak, edhe pse Trump pasi le të themi vendosi këto tarifat 20% kundër mallrave kineze, bëri dhe një thirrje komunitetit ndërkombëtar, ju referu edhe liderit kinez, madje dhe gjithë komunitetet ndërkombëtar, atyre vendeve që përfaqësojnë këtë superfuqi bërthamore, që të ulen tryezën e bisedimeve për të ulur numrin e armatimeve bërthamore, duke theksuar se pas një periudhe 4 vjeçare, 5 vjeçare, me gjitha mundësitë që ka Kina, qoftë edhe në planin ushtarak, mund të arrijë një potencial të barabartë mbushjeve bërthamore, siç e kanë Shtetet Bashkuara të Amerikës, ose siç e ka dhe Rusia, për cilën përflitet që mund të ketë, le të themi, 6.000 ose deri në 7.000 mbushje bërthamore. Pra, duke me vendosjen e tarifave të Shtetet Bashkuara të Amerikës kundrejt edhe disa shteteve tjera që kanë qenë, le të themi, shtete partnere Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke ndjekur një politikë ndoshta deri diku që mund të cilësohet edhe si agresive në tonjë kundrejt këtyre shteteve, sigurisht që hapen dyert për Kinën, e cila po t'i referohemi edhe deklaratave të ministrit të punëve të jashtme në raportin e fundit, le të themi, që bëri gjatë pas vitit të ri kinez, u shpreh qartë që Kina është një shtet që është e fokusuar drejt multilaterizmit. Është një shtet që nuk do të përdor gjuhën e diktatit në arenën ndërkombëtare, është një shtet që ka synimet e saj për fuqizimin e jugut global, do të fokusohet tek fuqizimi i veprimtarisë së Organizatës së Bashkëpunimit të Shangajt, madje është një ndër shtetet kryesore së Bashku në Federatën Ruse me Indinë, me Afrikën e Jugut, që ka krijuar një blok, le të themi, që mund të cilësohet edhe si analog i G7-s. Është një shtet që e cilëson shumë rezultativ iniciativën ekonomike Një Rrugë, Një Brez, dhe një pjesë e madhe dërmuese e shteteve anëtare të OKB-s, duke marrë parasysh edhe fuqitë kryesore të Bashkimit Evropian, si Gjermania dhe Franca, po t'ju kujtohet në vitin 2023 vizitat kanë qenë frekuente qoftë Scholzit dhe të Macronit në Kinë, pashka se po ashpërsoheshin marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, këto shtete motore ekonomike të Bashkimit Evropian kanë dëshmuar, le të themi, me vizitat zyrtare të tyre se bashkëpunimi me Kinën në aspektin ekonomik do të jetë i frytshëm dhe do të jetë konstant në bazë të një interesi të përbashkët. Mos harrojmë që një pjesë e mirë dërmuese e importeve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian vijnë pikërisht nga Kina, dhe duan s'duan vendet e Bashkimit Evropian janë shumë të varura në këtë aspekt, le të themi, kundrejt Kinës, që vjen si forcë e re ekonomike, dhe nuk, le të themi, kam dhe guximin të them këtë që ndoshta ekonomikisht së shpejti do t'i marrë vendin e parë për zhvillim ekonomik, le të themi, dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe pse Shtetet e Bashkuara të Amerikës aktualisht mbeten numri 1 qoftë në planin
ushtarak qoftë në planin ekonomik. Megjithatë, Kina është tek dera dhe sigurisht do ta shfrytëzojë këtë situatë për orientimin e këtyre shteteve që mund të mbeten pak kënaqura nga politikat e Trumpit, le të themi që duken deri diku agresive, sigurisht që Kina do të jetë aty për të shtrirë dorën këtyre vendeve. Diçka për Turqinë po mundet? Atëherë, shkurtimisht ju kërkoj ndjes se ndoshta u zgjata shumë në përgjigjet e mia. Për sa i përket Turqisë, po të referohemi edhe qëndrimeve kryesore të tyre që kanë qenë që të ish kreut, le të themi, sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg dhe të sekretarit aktual përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte, ata gjithmonë kanë theksuar faktin që në arkitekturën e sigurisë, le të themi, europiane ose në arkitekturën e çështjeve të sigurisë të kontinentit vjetër, Turqia është një vend që do të ketë gjithmonë një peshë kryesore. Po të referohemi shifrave të vitit të kaluar, shikojmë që buxheti, le të themi, i Turqisë për sa i përket shkëmbimeve ose tregtisë, armatimeve, referuar kryesisht vendeve që janë anëtarë të NATO-s dhe përtej vendeve anëtare të NATO-s, pra ka arritur të grumbullojë një buxhet të përafërt me shifrën 7 miliard, çka dëshmon që është një prej fuqive kryesore në NATO, është ushtria më e fuqishme, numër 2 pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me rolin që ka patur Turqia edhe si ndërmjetësuese, le të themi, në konfliktin midis Rusisë Ukrainës, tentativat, le të themi, që ka bërë, me rolin, le të themi, e ndjeshëm që ka patur edhe në Siri, duke bërë një luftë ashpër kundër shtetit islamik dhe duke qenë një shtet që është gjithmonë, le të themi, avangard për sa i përket le të themi përpjekjeve serioze që bën për parandalimin e ose luftën që bën me organizatat terroriste, le të themi, ka dëshmuar qartasi që tani më kur, le të themi, flitet ose Europa po përgatitet me një buxhet prej 800 le të themi miliard eurosh të ristrukturoj atë kornizën e saj të sigurisë, pra të armatoset dhe ndoshta të shkoj drejt krijimit një shtabit përgjithshëm të një ushtrie të vetën, pra të krijoj një mini NATO brenda Bashkimit Evropian, edhe pse diçka e tillë për herë vërtetës do të jetë pak e vështirë dhe kam përshtypjen që NATO nuk është organizatë që është shpërbër përkundër, është organizatë që është aty, do të jetë gjithmonë prezente në ato vende që janë anëtare, duke ofruar dhe garanci, madje fakti që ushtua edhe me 2 anëtarë të tjerë, le të themi, pra presupozohet bashkohej Ukraina, ndodhi ajo që ndodhi në 2022-shin, por sido që të jetë shtetet e tjera i shtuan përpjekjet dhe NATO ushtua edhe me 2 anëtarë të tjerë, duke arritur numrin 32. Mendoj që NATO është aty, nuk është organizatë e shpërbërë, edhe po të referohemi disa thirrjeve sigurisht të kreut Shtetet Bashkuara që do të shkurtoj financimet për këtë organizatë. Është organizatë që, mos harrojmë, është krijuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ofron garanci vetë për sigurinë kombëtare të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shtrirja e territorit NATO-s largon kufirin e Shtetet Bashkuara të Amerikës pikë pari me Federatën Ruse, që sigurisht paraqitet si kundërshtari, le të themi, kryesor, pak në planin ushtarak. Megjithatë, me tentativat që po bën Shtetet Bashkuara të Amerikës për të dhënë sa më shpejt fund këtij konflikti në Ukrainë, dëshmojnë që Trump don, le të themi, të realizojë premtimin që ka dhënë elektorati i tij për mbylljen sa më shpejt këtij konflikti, sepse synimi kryesor tani i Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra, është akumulimi i forcave në thojza në çdo lloj aspekti për të bërë ballë rritjes ekonomike të Kinës dhe fuqizimit të Kinës, që realisht është, le të themi, konkurrenti kryesor në arenën ndërkombëtare i Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, Shtetet Bashkuara të Amerikës po bëjnë atë që bën vitet 70, kur sigurisht ndikimin më të madh, le të themi, ekonomik në atë kohë kishte Bashkimi Sovjetik, pra ishte forca kryesore që konkuronte me Shtetet Bashkuara të Amerikës në atë kohë për sa i përket ekspansionit ndoshta ekonomik
e kështu me radhë, dhe në atë kohë Shtetet e Bashkuara të Amerikës bën shmos që të vendosin marrëdhënie të shëndosha me Kinën ose kohë, dhe retorika e Kinës me Bashkimin Sovjetik në atë kohë ka qenë, le të themi, tejet negative, tejet e ashpër, ndërkohë që sot Shtetet e Bashkuara të Amerikës po bëjnë të kundërtën, pra janë të fokusuar në, le të themi, deri diku qetësimin e marrëdhënieve ose përmirësimin e marrëdhënieve me Federatën Ruse, sepse duan që, le të themi, të fokusohen kryesisht tek një forcë e re që po lind në horizont dhe që është realisht konkurrente për ta. Zoti Luli, faleminderit shumë për gjithë analizën. Jam shumë i njohës për kohën dhe për opinionet. Ju faleminderit dhe juve, kënaqësi.